Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, Allahu Azza wa Jall e zgjedhi këtë ummet të Muhamedit alayhi salatu wassalam, e privilegjoi me shumë tipare të ndryshme, e zgjedhi dhe lullëzoi ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam prej në lindje deri në perëndim. I ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam i zgjedhuri i të zgjedhurave është ummeti i fundit, mirë po është ummeti më i madh me numër dhe ummeti më primar të gjithë ummeteve, ku e zgjedhi Allahu Azza wa Jall, ja zgjedhi vullën e pejgamberis Muhamedin alayhi salatu wassalam dhe ja zgjedhi një libër i cili është udhërrëfies, i cili është udhëzues dhe është mrekulli deri në ditën e Kiametit. Ky ummet me shekuj ka qenë krenar, ky ummet me shekuj ka quajtur dhe është quajtur ummet i zgjedhur, dhe po ashtu Allahu Azza wa Jall e ka quajtur kështu në Kur'an: wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Tha Allahu Azza wa Jall, dhe kështu ne ju zgjedhëm juve këtë ummet që të jeni mesatar në mesin e ummeteve dhe të jeni dëshmitar për të gjithë ummetet dhe të jetë i dërguar i Allahut dëshmues për ju. Mirë po vëllezër të nderuar, lind pyetja, çka ndodhi me këtë ummet? Ky ummet me një kohë që ishte krenar, me një kohë që kishte autoritet dhe kishte pozitë të madhe në mesin e popujve, sot me shekuj ndal nga dal është duke u zbeh krenaria ummetit ton. Është duke humbur krenaria në mesin e popujve, derisa ka filluar të tretët ndal nga dal dhe të humbë ajo pesha dhe ajo fuqia dhe ajo krenaria dhe ai privilegji këtij ummetit. Shohim sot se ummeti është dobësu atë shumë sa që muslimanët anë mban bosës i shetë përbuzur, i shetë nënshmuar dhe janë mbledhur armiqtë e islamit, i sulmojnë në mënyra të ndryshme, duke sulmuar me bomba dhe raketa, duke sulmuar me media, duke sulmuar islamin në përmes rrjeteve sociale, gazetare e kështu me radhë. Po vëllezër të nderuar, kështu është, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka paralajmëruar, dhe kjo është nga profetizmi Muhamedit alayhi salatu wassalam, se është i dërguar i Allahut dhe na ka tërhequr këtë vërejtje para 1400 viteve. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, që e ka nxjerr hadithin Imam Ahmedi në musnedin e tij nga Thu'bani radhiyallahu anhu, tha: yushaku an tad'a al-ummatu. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, se shpejti do të vjen koha që do t'ju mblidhen juve armiqtë e islamit, kema tad'a ala akalati ala qassatiha, ashtu si që mbledhen njerëzit e uritur në tryezën dhe në enën e ushqimet e cilët janë të uritur. Dhe sot shohim se bota islame është sikur një enë, sikur një pjatë që mbledhen armiqtë e islamit anë e mban botës dhe i sulmojnë ata. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të mblidhen të gjithë rreth jush, ashtu siç janë mbledhur armiqtë, do të mblidhen sikur se mbledhen njerëzit në një tavolinë të uritur anë mban, dhe çdo kush garon, nxiton me shpejtësi të merr nga ajo pjatë. I tha një pranishëm nga sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam: e qilla idhin ya Rasulallah, a do të jemi pak atë ditë që do të mbledh kanë të gjithë armiqët dhe do të na sulmojnë? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: bel antum kathir walakin gutha ka gutha as-sayl. Tha do të jeni ju shumë, mirë po do të jeni si shkuma e detit. Do të humbe krenaria në mesin e juve, do të humbe fuqia në mesin e juve, do të humbe dashuria në mesin e juve, ju do të përçani në grupacione, do të përçani në grupe dhe xhamate, do të futet shirku dhe bidatët, do të futet dëvizhenca në mesin e juve,
derisa ju do ta humbni fuqien, do të jeni ndoshta shumë, sot janë 2 miliard musliman, mirë po fuqia e tyre është aq e dot, sa që kur përmenden musliman, nuk kanë fuqi ta ngrejnë ndoshta gishtin për të vendosur diçka ose të parandalu ndonjë luftë apo diçka që u bën dëm muslimanëve, derisa vjen dhe reklamohet para njerëzve dhe thotë se 12.000 të burgosur do t'i ekzekutojmë dhe kemi marrë vendimin të prerë, dhe asnjë shtet nga shtetet që 57 shtete e më tepër e 2 miliard musliman nuk ka mundësi askush t'i thotë stop, ndalu këtij terrorit që në mesin e 12.000-ve janë edhe 3.000 prej tyre fëmijë. Është zbe. Ju jeni shumë, ka thonë atë ditë, por kini me qenë si shkuma e detit. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduikum al-mahaba. Allahu kam ja nxjerr nga gjoksat e armiqve tuaj frikën dhe respektin që e kanë pas para jush. Sahabët, shokët e Muhamedit a.s. kanë qenë një grup i vogël, mirë po armiq s'kan pas mundësi që të afrohen, kur kanë qenë dialog apo luftë janë dridhen, se kanë pas frikë dhe kanë pas çka? Respekt. E sot thot jo, kjo nuk do të ndodh, se do t'ja nxjerr Zoti nga shenjat e kiametit prej gjoksave të armiqve frikën dhe respektin që e kanë për umetin e Muhamedit a.s. E i thanë, o i dërguar e Allah, dhe pastaj tha, wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum al-wahn, dhe Allahu do ta hedh në gjoksat e juaj, në zemrën e juaj, wahnin. Tha njëri pranishëm, wa mal wahnu ja Rasul Allah. E çka është ki wahni? O i dërguari i Allahut, tha, hubbu dunya wa karahiyatul maut. La ilaha illallah. Tha dashuria për dunjojën dhe urrëtia për vdekjen. Sot e shet njëri musliman besimtar, e shet dinin e tij për dunjon. E shet ftyrën e tij për dunjon. E shet fen e tij për post, e shet fen e tij për pasuri, e shet fen e tij për interesat soj dunjojës që vrapon pasoj dunjojës. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, hubbu dunya wa karahiyatul maut, tha dashuria ndaj dunjojës dhe urrëtia ndaj vdekjes e shet sot botën islame, sikur ajo botë islame me qenë e rumbullakt në një trys ku për rreth janë njerëzit e uritur dhe çdo kush han nga jo dhe bën çdo kush nga jo. Sot ishe të mirat e Allahu që u ka dhënë muslimanëve nga natat e ndryshme i thithin armisht. Hajnë dhe pinë nga sofra e muslimanëve dhe i bëjnë torturat në vendet e muslimanëve dhe i bëjnë masakrat në vendet e muslimanëve. Krejt kjo ndodh pse? Sepse dojna dunjojën shumë dhe nuk dojna ne me sakrifiku vetin ton për ahiret për Allah. E Allahu azza wa jalla çka thot? In tansurullaha yansurkum. Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu ka për t'ju ndihmu juve. Nëse ju ndihmoni dinin e Allahut, nëse ju ndihmoni fenë e Allahut, nëse e keni për breng, e keni për gajle, ahiretin edhe dinin e Allahut, atër keni me ndihmu ju këtë din, e Allahu kam ju ndihmu juve, wa ju thebbit aqdamekum, dhe kam e va forcu kont në dinin Allahut, në fejnë Allahut. Mirë po, kur ne kemi daldis pas dunjojës, kur ne jemi dhonë vetëm se të grumbullojnë dunjojën, nuk e shikojmë se a është halal, a është haram, vetëm se ta marë, ata që ka muj me marë dhe me nshtin gjep, kjo është halal. Ata që ka smuj me mri, kjo nuk ka halal se së ne mora, ta kësha marë, ishte bo dhe ajo halal. Puno me kamat, unë e japë sadaka dhe këtu e bëj unë e halal. Marë pare haram, a i si unë i ndujmoj dhe jetimave, dhe me ndonë me ketë se e ka bo parën halal. Dhe kështu i në të bohe, të morë një shfete, të dhonë pare, të morë gjona, e kina shitën, derin, ftyrën, gjdo sen, veç për ta arrit këtë dunjojën. E dijeni se dunjoja është qelsi i belajës, është qelsi i të keqës, është qelsi i fitness, është qelsi i përçarjes, është qelsi që ta hum dunjon dhe ta hum ahiretin, sepse dunjoja
i përngjon si ajo hija, nëse ti vrapon ta kapish hijen, hija çdo herë që hestja e largohet, e nëse ja kthen ti shpinën, ajo të vjen ti mbrapa. Kështu është dunjoja. Dhe dunjoja është ai shilloi që e mashtron njeriu dhe sprova më e madhe në këtë kohë, në këtë zaman, është garimi pas dunjojës, ta pejgamberi alayhis salatu wassalam, mal fakhra asha aleikum, fa nuk frigona ummeti jem, nuk frigona nga varfëria që kam ju kap juve, walakin tatanafasuha kama tanafasuha, ju keni me bo gara për në dunjo, ashtu si që kanë bo popujt para jush gara për dunjo, fa yuhlikakum kama ahlakathum, do t'ju shkatroje juve kjo dunjoja, ashtu si që ka shkatruar popujt para jush që kanë vrapru pas saj dunjoje. Po vëllezër të nderuar, derisa ne nuk themi në fejen ton, derisa ne nuk themi në Kur'anin ton, derisa ne nuk themi në sunetin e profetit ton Muhammedit alayhis salatu wassalam, ta kemi dert ahiretin, ta kemi dert umetin, ta kemi dert muslimanin, ta kemi dert besimtarin, ta kemi dert vllahun ton, ta kemi dert muslimanin, dije se kena me qenë në nëshmum, deri kur, deri sa ne të kthejnë në fejnë Allahut. E kur të kthejnë në fejnë Allahut, kam ju kthi përsëri krenaria këti umetit. Dhe nuk kthehet krenaria këti umetit, vetëm se duke u kthir në ato që kanë qenë të parë të umetit tonë. Ato që kanë qenë para umetit tonë, ato që kanë qenë sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, tabeinët, etba tabeinët, që kanë qenë me islamin, me dinin, me imanin, derisa nuk kthehemi ne si kanë qenë ata, atëherë kemi shumë vështirë për të ecë përpara, për të zbardhur fytyrën këtij umetit, derisa ne e kemi gajle dunjojën. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, men kanat hammuhu dunya, kush e ka për qëllim dunjojën, veç grumbullon dhe të mledh nga mirësitë dhuntit e kësaj dunjojës, Gja'alallahu bejne ajnehi l-fakra, Allahu ja ban fukarallëkën mes dy syve. Ai punën tanë ditën, punën tanë natën, ndështë ka pare me shku me i lip diçka, thot vallaj kam malli, kam zanti, kam kufi, kam borgje, kam ket, kam atë, kam ket, e shet që ndoshta me anjej ka shumë pare, mirë po nuk ka kur gjo pare në dorë, pse sa i nga rejnë ta mare dynjojën, jo që s'ka, po nuk ngihet siri. Për ata, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, lo utje ibn Adem wadiyani min al-dhahab, nëse e këshmi dhonë birit Ademit, di kodrat mdoja me ari, le të men në thalithen, do të kishte shpresu ta merë tretën, wala jem lau gjaufu ibn Adem ila turab, dhe nuk e ngop syrin e birit Ademit vetëm se dheu. A di kur? Kur të hijen var. Hinë var, i fugët dhe, atë të thote, jo, u krimo, kachmo. Për ata tha, kush e ka për qëllim, dhe e ka gajle dunjojën, Allahu ja ban fukarallëkin parasive, dhe ja shpërndan ati punët, dhe nuk mund t'i mri. E ki pa thot, janë të ngarin për kur që këtë punë, ta ma mesosi që këtë punë, del që kjo punë, ta ma mesosi që këtë punë, del që kjo punë, a i menon se është në gjenet, du t'mi bos këtë tamam. Jebe kjo dunjo është dunjo e sprovave. Për digjona ne kina ardhë në këtë dunjo. Sprova e para Ademi alayhis salatu wassalam e ngroni atë pemën nga boj dhe erdh për ta premesu gabimin e tij në këtë dunjo. Kjo është një. E dyta vëllezër të nderuar është sprova. Allah subhanahu thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ju krijoi dhe ju sjelli juve në këtë botë këtu dhe e krijoi jetën që të jetojni dhe pastaj vdekjen. Për çka? Për t'ju sprovu juve në këtë dunjo kush do t'jetë më dhe për mirë. Allah subhanahu dërgoi pejgamber, zbriti libra qiellor, na udhëzoi rrugën, ai i cili i nështrotër dërguarit e Allahut dhe shkon sipas udhëzimeve të Kuranit dhe Sunetit, ai person do të jetë i shpëtuar dhe do të jetë i shpërbler me xhenetin e Allahut. E ai i cili i mohon pejgamber, i mohon librat, e kthen shpinën fejes Allahut, ja kthen shpinën udhëzimeve të Allahut, ai do të jetë i ndëshkuar këtë dunjë, do të jetë i ndëshkuar në ahiret, i dënuar dhe do të jetë i futur në zjarmin e xhenemit. Dhe kështu është kjo mesele. Kjo dunjë është sprovë për ata besimtar, duhet të përkujtohen njëri tjetri, te dhekir, te inë dhikra të mfal mu'minin, përkujto, sepse përkujtimi u bën dobi besimtarve,
E tha pejgamberi alayhis salam në vazhdimin e hadithit, e kush e ka për qëllim tha ahiretin. Shiko, kush e ka për qëllim ahiretin, kush e ka për qëllim ta kënaqë Allahu, kush e ka për qëllim gajle se a do t'jen për të shpëtuar në ditën e kiametit, a do të peshore e veprave të mira, a do t'jemi mëshiruar, do t'i futur në xhenetin e Allahut, thot kush e ka dert ahiretin. Xhema Allahu lahu shamla. Allahu këtë punë të dunjojës jam lidh përpara. E ki po dëni njeri, është njeri devotshëm, nuk i intereson shumë çështjet e dunjojës, krejt njerëz ngarrin mi asos punën atij njerit. Pse? Se ai ka lidh punën me Allahun, e ka për qëllim ahiretin, e Allahu jam lidh këtë punë të atina se gajlin e ka ahiretin, gajlin e ka xhenetin. Xhema Allahu lahu shamla, Allahu ja bashkon këtë punë të atij ja bën hazër. E thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, e nuk i vjen prej dunjojës dukujna vetëm ai që ka shkujt Allahu. E ai i cili është e ka gajle e thot ahiretin, Allah jep mirësinë dunjë dhe e shpërblen në ahiret, pra në xhenetin e Allahut azza wa jall. Elusim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu subhanahu wa taala të na mbush zemrat tona me iman, me besim. Na i bën që dunjojën ta kemi në dorë, ta shfrytëzojmë, ta kemi pasurinë, ajo të jetë mjet për të afruar te Allahu, e mos jetë pasuria shkak për të na shkatruar neve, sepse Allahu këto mirësit na ka dhënë që ne t'i gëzojmë dhe xhenetin e përmes tyre ta fitojmë. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala na mundson që dunjon ta kemi bavçe, që do ta korrim dhe që do ta mbjellim e në xhenet do ta korrim atje, na bën dunjojën që ta fitojmë ahiretin. Na bën Allahu azza wa jall me besim në iman, me fytyrë të ndriçuar me këtë din të madh që ta gëzojmë atë din të madh, këtë islam, këtë dunjo, dhe të na shpërblen Allahu azza wa jall në ahiret ditën e kiametit me pejgamberin alayhis salatu wassalam, me pejgamber të Allah, me njerëzit e mirë. Allahumma amin.